Horoskopi ditor e shtunë 13 dhjetor 2025. Dashi. Sot është një ditë plot gjallëri e mbushur me mundësi dhe ndryshime energjike. Rreshtimi i hënës me planetin tuaj sundues, Marsin, ofron një rritje të motivimit, duke ju ndihmuar të përballoni projekte të gjata me lehtësi. Besojini instinkteve tuaja, pasi intuita është rritur në këto kushte qiellore. Megjithatë, keni kujdes nga vendimet impulsive. Merrni një moment për të peshuar opsionet. Marrëdhëniet lulëzojnë me komunikim të hapur. Prandaj filloni biseda që i keni shtyrë. Në çështjet e karrierës, qartësia dhe fokusi do të japin rezultate të rëndësishme. Mos hezitoni të merrni role udhëheqëse. Financiarisht, rishikoni me kujdes buxhetet për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Shëndeti personal është thelbësor. Merrni në konsiderat një rutinë të re ushtrimesh për të shfrytëzuar energjinë dinamike të ditës. Mbrëmja favorizon relaksimin. Relaksimi me muzikë ose meditim do të qetësojë dhe rifreskojë shpirtin tuaj. Ndërsa dita përfundon, reflektoni mbi frymëzimet që keni marrë dhe vendosni qëllime për javët në vijim. Demi. Përfitoni nga energjia e qëndrueshme e sotme për të stabilizuar çdo fushë kaotike të jetës suaj. Me Venusin në harmoni me Saturnin, është një kohë e përshtatshme për të adresuar çështjet financiare, duke hedhur themele të forta për sigurinë në të ardhmen. Eksploroni mënyra për të rritur të ardhurat duke menaxhuar burimet ekzistuese me mençuri. Në marrëdhënie, durimi është qelësi. Dëgjoni me vëmendje dhe tregoni vlerësim për të dashurit. Kjo nxit lidhje të përforcuara emocionale. Profesionalisht, qëndroni të organizuar për të rritur produktivitetin. Vëmendja juaj ndaj detajeve do të vihet re nga e prorët. Konsideroni një plan të ri strategjik për të arritur qëllime afatgjata. Sa i përket shëndetit, mbajtja e një diete të ekuilibruar dhe përfshirja e praktikave të vetëdijes si yoga ose meditimi do të ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të stresit. Përqafoni aktivitete të qeta në natyrë në pasdite për të rimbushur. Ndërsa bie nata, shijoni momente të qeta, ndoshta me një libër të preferuar, i cili mund të ofrojë njohuri të reja. Besoni në procesin gradual të rritjes. Këmbëngulja juaj së shpejti do të shpërblehet. Binjakët. Përshtatshmëria juaj është pika juaj e fortë sot, pasi energjitë luhatëse kërkojnë shkathësi. Ndikimi i hënës inkurajon eksplorimin në ndjekje krijuese, duke ofruar perspektiva të reja. Merrni këtë kohë për të filluar projekte që mundësojnë vetëshprehjen. Komunikimi është i gjallë. Angazhohuni në shkëmbime intelektuale dhe rrjedhëzim për të zgjeruar horizontet. Sharmi juaj natyror ndihmon në lundrimin në mënyrë efektive në mjediset shoqërore. Prandaj përdoreni këtë për të forcuar lidhjet. Profesionalisht, mendoni jashtë kornizave për të zgjidhur sfidat. Inovacioni do të çojë në përparime. Financiarisht, jini të kujdesshëm me shpenzimet. Jepni përparësi nevojave mbi dëshirat për të ruajtur stabilitetin. Rutinat shëndetësore përfitojnë nga shumëllojshmëria. Përzieni stërvitjet tuaja për të mbetur të motivuar dhe të angazhuar. Në marrëdhëniet personale, keni kujdes nga keqkuptimet. Qartësia dhe ndershmëria janë thelbësore. Ndërsa dita mbaron, kënaquni me aktivitete të këndshme që ushqejnë shpirtin tuaj. Mos harroni, dëshira juaj për jetën është një dhuratë. Shijoni çdo moment me kuriozitet dhe mrekulli. Gaforria. Sot inkurajon vetanalizën dhe ndërgjegjësimin emocional. Hëna në shenjën tuaj rrit njohuritë intuitive, duke ju lejuar të kuptoni ndjenjat e thella. Kjo është një kohë ideale për të zgjidhur problemet e së kaluarës ose për të shëruar plagët emocionale. Përqendrohuni në krijimin e një mjedisi ushqyes në shtëpi. Sjell rehati dhe siguri. Angazhohuni në biseda kuptimplote me familjen ose miqtë e ngushtë, pasi ata mund të ofrojnë mbështetje të vlefshme. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga një qasje e bazuar. Organizimi dhe zelli do të çojnë në rezultate pozitive. Financiarisht, rishikoni buxhetet për të siguruar që shpenzimet të përputhen me qëllimet. Kushtojini vëmendje mirëqenies suaj fizike duke përfshirë aktivitete qetësuese si meditimi ose koha në natyrë. Pasditja sjell një mundësi për kreativitet. Angazhohuni në hobi që sjellin gëzim. Deri në mbrëmje, nivelet e energjisë mund të ulen. Prandaj jepini përparësi pushimit dhe relaksimit. Besojini instinkteve tuaja dhe lejoni zemrën tuaj të udhëheqë vendime të rëndësishme. Mençuria juaj e brendshme shkëlqen sot. Luani. Shtrirja kozmike sot sjell eksitim dhe energji magnetike në jetën tuaj. Me diellin, planetin tuaj sundues që shkëlqen shkëlqyeshëm,
jeni gati për sukses si në arenat personale ashtu edhe në ato profesionale. Shfrytëzojeni këtë vitalitet për të ndërmarrë hapa të guximshëm në projekte që shfaqin talentet tuaja. Besimi është aleati juaj, duke ju ndihmuar të fitoni mbështetje dhe admirim nga kolegët. Në marrëdhënie, pasioni dhe ngrohtësia nxisin lidhje më të ngushta. Ndani aspiratat tuaja të përzemërta me partnerin ose të dashurit tuaj. Financiarisht është një kohë e favorshme për investime. Thjesht sigurohuni që ato të jenë të hulumtuara mirë. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë e tepërt në aktivitete fizike ose në dalje krijuese. Planet shoqërore ka të ngjarë të lulëzojnë dhe mund ta gjeni veten në qendër të vëmendjes në tubimet shoqërore. Përqafojeni këtë rol me mirësjellje. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, reflektoni mbi arritjet e ditës dhe shprehni mirënjohje për bollëkun që keni. Vendosni qëllime për të ardhmen, duke e ditur se shpirti juaj rrezatues tërheq pozitivitet. Virgjëresha. Energjitë e sotme ju inkurajojnë të përqendroheni në organizim dhe detaje, duke e bërë atë një ditë të përsosur për detyra praktike. Me Merkurin që udhëheq natyrën tuaj analitike, ju keni një aftësi të mpredalluese, duke ju lejuar të trajtoni çështje të ndërlikuara në mënyrë metodike. Prioritizoni detyrat në pritje. Efikasiteti juaj do të çojë në arritje mbresëlënëse. Në marrëdhënie, ndershmëria dhe qartësia forcojnë lidhjet. Angazhohuni në biseda të menduara mirë që nxisin mirëkuptimin e ndërsjellë. Ndërveprimet profesionale përfitojnë nga qasja juaj e kujdesshme. Aftësitë tuaja për zgjidhjen e problemeve janë shumë të kërkuara. Financiarisht është e mençur të rivlerësoni investimet dhe të planifikoni për të ardhmen. Shëndeti dhe mirëqenia janë në qendër të vëmendjes. Merrni në konsiderat përqafimin e një rutine të re mirëqenjeje ose ndryshimin në dietë për të rritur vitalitetin. Balanconi punën me kohën e lirë, duke siguruar që koha të ndahet për relaksim dhe aktivitete personale. Ndërsa dita përfundon, kushtoni kohë reflektimi dhe shënimeve në ditar për të përpunuar mendimet dhe për të planifikuar hapat tuaj të ardhshëm me qartësi dhe qëllim. Peshorja. Ekuilibri është tema kryesore sot, pasi energjitë qiellore inkurajojnë harmoninë në të gjitha fushat e jetës. Aspektet mbështetëse të hënës ju frymëzojnë të ushqeni partneritetet dhe të inkurajoni përpjekjet bashkëpunuese. Në çështjet e zemrës, dialogu dhe kompromisi do të forcojnë lidhjet. Shprehni vlerësim dhe gatishmëri për të dëgjuar, duke forcuar lidhjet emocionale. Profesionalisht, puna në grup rrit produktivitetin. Mbështetuni në pikat e forta kolektive për të arritur qëllime të përbashkëta. Financiarisht, vlerësoni burimet e përbashkëta dhe bëni plane për përpjekjet e ardhshme. Nga ana shëndetësore, kërkoni aktivitete që nxisin ekuilibrin, të tilla si yoga ose tai chi, për të ruajtur ekuilibrin. Ndjekjet e kohës së lirë që angazhojnë mendjen ofrojnë relaksim dhe stimulim intelektual. Gjatë pasdites, projektet krijuese përfitojnë nga talenti juaj artistik. Lejoni imagjinatën tuaj të eksplorojë mundësi të reja. Ndërsa bie nata, kënaquni me aktivitete kulturore ose shijoni një mbrëmje të qetë me të dashurit. Reflektoni për ditën tuaj dhe shprehni mirënjohje për ekuilibrin që keni kultivuar. Akrepi. Shfrytëzoni energjinë transformuese të sotme për të zhytur thellë në vetëzbulimin dhe për të ripërcaktuar qëllimet tuaja. Planetët rreshtohen duke nxitur vetanalizën dhe rritjen personale. Përdoreni këtë kohë për të kapërcyer pengesat dhe për të liruar atë që nuk ju shërben më. Intuita juaj është e mpret, duke ju udhëhequr drejt vendimeve të mençura, veçanërisht në çështje komplekse emocionale. Në marrëdhënie, besimi është thelbësor. Ushqeni ndershmërinë dhe cenueshmërinë me partnerin tuaj, duke hapur rrugën për lidhje më të thella. Profesionalisht, jeni të gatshëm për përparime. Ide inovative mund të shfaqen që ju shtyjnë përpara. Financiarisht, qëndroni të kujdesshëm dhe jepni përparësi stabilitetit afat gjatë mbi fitimet afat shkurtra. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në mirëqenie mendore. Meditimi ose vëmendja e plot mund të ofrojnë qartësi dhe paqe. Pasditja është ideale për aktivitete të vetmuara që ju lejojnë të rimbushni energjitë dhe të rigjallëroheni. Ndërsa mbrëmja relaksohet, angazhohuni në ndjekje krijuese ose thjesht relaksohuni në një mjedis të qetë, duke reflektuar mbi thellësitë e udhëtimit tuaj të brendshëm. Shigjetari. Sot ka të bëjë me eksplorimin dhe zgjerimin e horizonteve. Energjitë kozmike ju inkurajojnë të dilni nga zona juaj e rehatisë dhe të përqafoni aventura të reja. Qoftë përmes udhëtimit, studimit apo diskutimeve të gjalla, zgjerimi është çelësi. Merkuri fuqizon aftësitë tuaja të komunikimit, duke ndihmuar në shprehjen e ideve me entuziazëm. Profesionalisht, rolet udhëheqëse tërheqin.
Optimizmi juaj frymëzon të tjerët të bashkohen me vizionin tuaj. Financiarisht merrni në konsiderat investime ose mundësi të reja që ofrojnë potencial rritjeje. Në marrëdhënie, spontaniteti dhe hapja forcojnë lidhjet. Tregoni vlerësim për perspektiva të ndryshme dhe nxjisni kuriozitetin e ndërsjellë. Energjia fizike është e lartë. Kanalizojeni atë në aktivitete në natyrë ose sporte që fuqizojnë shpirtin. Pasditja sjell njohuri që ringjallin pasionet ose hobi të lëna mënjan. Ndërsa nata bie, rrethojeni vete me shoqëri stimuluese ose shijoni vetmin, duke ndërruar për mundësitë e ardhshme. Përqafoni ndryshimin dhe parashikoni mrekullitë që sjell, duke besuar se universi mbështet shpirtin tuaj aventuresk. Britsjapi. Energjitë e sotme janë të përshtatshme për arritjen e qëllimeve tuaja afatgjata, të nxitura nga natyra juaj e disiplinuar. Me praninë stabilizuese të Saturnit, përqendrohuni në planifikimin strategjik dhe rezultatet praktike. Ndjekjet profesionale kërkojnë vëmendjen tuaj. Qasja juaj metodike siguron efikasitet dhe rezultate të prekshme. Theksoni cilësitë e leadershipit dhe ofroni udhëzime për kolegët që kërkojnë ekspertizën tuaj. Financiarisht rishikoni kursimet dhe investimet, duke bërë rregullime sipas nevojës për rritje në të ardhmen. Marrëdhëniet përfitojnë nga një sjellje e besueshme dhe mbështetëse. Shprehni vlerësim për të dashurit, duke nxitur besimin dhe sigurinë. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është thelbësor. Prandaj përfshini rutina të kujdesit për veten që ushqejnë trupin dhe mendjen. Momentet e pasdites janë perfekte për reflektim mbi arritjet e jetës dhe vendosjen e arritjeve të reja personale. Ndërsa vjen mbrëmja, kushtojini kohë të dashurve ose angazhohuni në hobi që sjellin gëzim. Qëndroni të bazuar në përpjekjet tuaja, duke besuar se këmbëngulja dhe durimi do t'ju çojnë drejt suksesit. Ujori. Inovacioni dhe kreativiteti përcaktojnë ditën tuaj ndërsa përqafoni të ardhmen me krah hapur. Rreshtimet planetare favorizojnë ndjekje teknologjike dhe projektet jo konvencionale, duke ju nxitur të eksploroni idetë tuaja vizionare. Bashkëpunimi me individ me mendësi të ngjashme jep rezultate produktive. Inkurajoni diskutimet në ekip që nxisin frymëzim. Profesionalisht nxirrni në pas zgjidhjet shpikse dhe ndiqni sipërmarrjet që përputhen me idealet tuaja. Financiarisht vlerësoni rrugë të reja për të ardhurat që pasqyrojnë pikpamjen tuaj progresive. Në marrëdhënie, angazhohuni në biseda kuptimplote që thellojnë mirëkuptimin dhe dashurinë. Shëndeti përfshin ruajtjen e një ekuilibri midis stimulimit mendor dhe relaksimit. Eksploroni teknika të reja të mirëqenies që i përshtaten natyrës suaj unike. Ndërsa pasditja zhvillohet, kënaquni me arte krijuese ose aktivitete që lirojnë imagjinatën tuaj. Mbrëmja ofron mundësi për angazhime shoqërore ose reflektim personal, duke ju lejuar të rimbushni energjitë dhe të ndërroni për inovacione të ardhshme. Besojini instinkteve tuaja dhe përqafoni ndryshimin që dëshironi të shihni në botë. Peshqit. Sot ju fton të përqafoni anën tuaj imagjinative dhe të besoni në rrjedhën e jetës. Energjitë qiellore rrisin intuitën tuaj, duke ofruar njohuri të pasura në çështjet personale dhe profesionale. Përdoreni këtë ditë për të zhytur në projekte krijuese ose praktika shpirtërore që ju ngren lart shpirtin. Në marrëdhënie, empatia dhe dëmshuria krijojnë lidhje të thella dhe kuptimplote. Ndani ëndra dhe emocionet tuaja me të dashurit për të nxitur afërsinë. Profesionalisht, përshtatni punën tuaj me vlerat tuaja, duke u siguruar që detyrat pasqyrojnë natyrën tuaj artistike dhe altruiste. Financiarisht, keni kujdes me shpenzimet dhe përqendrohuni në ruajtjen e burimeve. Nga ana shëndetësore, kërkoni qasje holistike që ushqejnë shpirtin dhe trupin, siç është meditimi ose ushtrimet e buta. Pasditja është perfekte për të eksploruar ndjekjet artistike ose për të kaluar kohë pranë ujit, gjë që rigjallëron shisat tuaja. Ndërsa bie nata, hyni në një gjendje kontemplative përmes shënimit të ditarit ose vizualizimit, duke vendosur qëllime për një të ardhme harmonike. Besojini mençurisë suaj të brendshme për të udhëhequr udhëtimin tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.